Roberta i Stogut, vullosin e lapidar të mërmer 3 emra. Qazim Ali Hakaj, Syl Kadri Qetaj, Nezmedin Bart Hakaj. Andaj, përfaqësuesi i shoqatave të dala nga lufta pati një kërkesë për ata që ishin të pranishëm. Le të jemi ashtu si sot, gjithmonë të bashkuar në ndërimin dhe respektin për ata që sakrifikuan gjithçka për lirinë tonë. E djali i dëshmorit Syl Qetaj foli për dhimbjen për siç tha, nuk është respektuar si duhet. Politikanët gjatë viteve na kanë lënduar shumë, e shpesh na kanë hapur plagë. Lutem që këto rreth të zeza të largohen nga qielli ynë e të përfundojnë ndarjet e përçarjet. Bashkëqytetari i tyre, njëherët ish nxënësi Qazim Hakaj, tha se mori një goxhamësim nga mësuesi. Mësoj si duhet atë dheu. Para 27 vite, ky vend dhe këto bjeshk gumzhinin nga ikja popullatës civile. Por jehonte edhe krisma e purëve të Qazimit, Sylës dhe Nezmedinit dhe u qekes në mbrojtjet e tyre. Për zbulimin e lapidarit u bashkuan bashkëqytetare familjar.